kërkon nga kuvendi autorizimin për shkuar më tej me masa shtrënguese dhe pa dashur të paragjykojmë, por nuk ka ndonjë dileme sa duket, maxhoranca e ka bërë të qartë qëndrimin edhe sot, dhe kur kuvendi nuk ta plotëson kërkesën. Siç e relatua dhe në fillim, ka pasur një debat shumë madh nëse kërkesa për ndryshimin e masës sigurimit është e njëjta kërkesë, pra është me të njëjtat prova me të cilët është kërkuar pezullimi apo jo. Dhe kishte lidhje vendimi i gjykatës kushtetuese për zonjën Ballugu me çështjen që është sot. Dhe nga çka kemi parë në media ka dalë që ka prova të reja, dhe konkretisht në rrezikimin e marrjes prova që janë 2 dëshmitarë të cilët janë të provuar tashmë me deklarim para organit procedues, të cilët i kanë rrezikuar, ata kanë pretenduar që janë kontaktuar nga persona tretë të cilët janë kërcënuar, dhe u përdor termi të fortë. Pra kemi prova të reja, kemi hetime për 7 lote tjera, pra se kemi vetëm me akuzën e parë që në fillim, dhe kemi një rëndim të pozitës procedurale. Dhe kemi në nenin 228, është një nga pikat është rrezikimi i provave. Dhe prokuroria argumentoi me fakte dhe prova që është rrezikuar marrja e provës. Pritëm një vendim gjykatës kushtetuese dhe ai dihet tashmë, çështja është zgjidhur me ligj. Pra ligji thotë është refuzuar si kërkesë, tash dalim në fund fare që shiko, ne kemi është zbatuar pezullimi dhe pezullimi duhet të vazhdojë. Prokurorët kanë menduar që duhet të procedojë me masë tjetër, të izolohet me qëllim që të mos dëmtohen provat. Dakor, kjo dihet, por tani prokurorët e kanë kuptuar sot që e vën pozitë vështirë. O nuk kanë patur argumentat mjaftueshëm për ta bindur maxhorancën në kërkesën e tyre, ose maxhoranca është refraktare, nuk i interesojnë fare argumentat dhe ka qëndrimin të përcaktuar në një dimension politik ndoshta. Prokurorët kanë për detyrë të provojnë dyshimin e arsyeshëm të bazuar prova për kryen e një vepre penale. Kanë për detyrë të provojnë në kushtet dhe kriteret e masave të sigurimit, nenin 228 që provohet me dëshmitar, pra nuk kemi supozime, po kemi fakte, dhe kërkojnë zëvendësimin e masës me këto shkaqe, sepse mund të rrezikohet prova prapë. Pavarësisht se është pezulluar nga detyra, rrezikon ta kapin rrugë tjetër. Pavarësisht se është në detyrë, këta punojnë se janë të lirë. Megjithatë, mosdhënia e autorizimit e vë prokurorinë në vështirësi procedurale. Sepse një person kur ke rrezik për marrjen e provave dhe ti rrezikohen provat, pra do rrisi punën e tyre, që të përqendrohen me këtë dosje, me këtë çështje, që ta marrojnë sa më shpejt. Ti marrin provat, çfarë janë provat, sepse dhe gjatë deklarimit, gjatë pyetjes që bëri zoti Manja, që bëri një nga prokurorëve, ai tha ne nuk i kemi marrë gjithë provat, pra jemi në proces. Pra çështja është në hetim, se ka mbaruar. Ata do detyrohen ose të rrisin numrin e oficerëve të policisë, që këtë çështje ta marrojnë sa më shpejt, sepse një kriter ligjor për caktimin e masave, ata i vënë vështirësi, sepse ka dyshime që mund të rrezikohet marrja e prova. Pra, një dëshmimtar që do pyetet nga spaku, mund teorikisht dhe praktikisht e provuar me ashtu, mund të ndatë 20 nëntor, kishte ndodhur një rast për shembull, që ishte e provuar që e paraqitën dhe 20 nëntor 2001, gjatë kohës që Shmare Pandeu ka qenë, është caktuar dhe masa, dhe kemi thonë, kanë pasur një episod që janë kërcënu, mund të themi kërcënu 2 dëshmitarë. Ka një moment